Lojtarët e Vllaznisë të gjithë së bashku nuk e kanë nisur stërvitjen pa u takuar me kryetarin e sapo zgjedhur të bordit të ri Shpëtim Çuku. Negociatori ka qenë kapiteni Ndriçim Shtupina, ai i cili ka njoftuar kreun e bordit, duke ia bërë të qartë se pa u takuar askush nuk stërvitet. I ngjendur me këtë ultimatum, Çuku ka pranuar që të takojë futbollistët e Vllaznisë dhe stafin e saj në fushën sportive Reshid Rusi. Lojtarët kanë qëndruar të veshur derisa ka ardhur kreu i bordit. Pas një përshëndetje në këtë fillim viti, të gjithë së bashku janë futur në dhomat e zhveshjes për të diskutuar. Gjatë bisedës ka patur edhe ngrirje zëri për situatën e vështirë dhe mungesën e pagave për afro 2 muaj. Lojtarët kuqebluj kanë bërë të ditur kreut të bordit Çuku se kërkojnë një zgjidhje të shpejtë për të ardhmen e klubit. Deri të premten e kësaj jave, Vllaznia do të marrë një përgjigje. Në dalje pas këtij takimi me dyert të mbyllura, kryetari i bordit Shpëtim Çuku nuk pranoi që të përgjigjet, duke thënë se nuk ka asnjë koment për këtë takim dhe pretendimet e futbollistëve të Vllaznisë me të cilët diskutoi. Sa i përket trajnerit të ri, Çuku tha se do të vendoset në ditët në vazhdim. S'kam asnjë deklaratë. Çfarë do të thonë në Vllaznisë? Trajneri? Në ditën e vazhdim të shohim javën e varfër. Pas këtij takimi të zhvilluar, kreu i bordit Shpëtim Çuku është larguar ndërsa lojtarët e Vllaznisë janë rikthyer seancave stërvitore duke pritur ditën e premte se çfarë përgjigje do të marrin mbi të gjitha problematikat që ekipi ka aktualisht. Një ditë më parë Vllaznia nisi seanca stërvitore pas pushimeve dhe siç duket, pasi kanë mësuar mbi gjendjen e klubit se asgjë nuk ka ndryshuar, kanë vendosur kushte dhe ultimatum për bordin e ri dhe Bashkinë Shkodër në mënyrë që të mos përsëritet situata e fundvitit të kaluar kur Vllaznia qëndroi për thuajse 4 muaj pa u paguar.